180 vjetë burg ka kërkuar prokuria e posaçme për 4 krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi kërkohet dënim nga 45 vjetë për secilin. Por për çfarë? Për asnjë krim personal, thjesht për linjën e komandimit. Natyrisht që 1432 fëmijë të Kosovës, 20.000 qytetarë të Kosovës nuk i vrau as Hashim Thaçi, as Kadri Veseli, as Recep Selimi dhe as Jakub Krasniqi. Të katër ata luftuan brenda territorit të Kosovës, nuk kaluan asnjë moment në drejtim të Serbisë, luftuan për të mbrojtur familjet e tyre, fëmijët e tyre, të ardhmen e tyre dhe të ardhmen e gjithë qytetarëve të Kosovës. Nëse ka një faj dhe nëse ka realisht, po që themi, një përgjegjësia e vetë me këtyre të katërve ishte se në një moment deciziv për vendin e tyre, ata vendosën të vinin në rrezik, pra të rrezikonin jetën e tyre, gati të flijonin jetën e tyre për një Kosovë më të mirë. Sot, po mbajnë mbi supe 180 vitet pa merituara, kur asnjë prej njerëzve që kanë urdhëruar masakrat e tmerrshme të Bosnjës, Kroacisë, të Kosovës, nuk ka marrë kaq vite burg. 45 vjetë do thotë burgim i përjetshëm për të katër ata. Është turp për gjykatën, është turp dhe për ata që gëzohen sot në Kosovë, sepse të ngrihesh mbi këta njerëz, të cilët bën maksimumin për të shpëtuar jetën e tjerëve, do thotë as më shumë dhe as më pak mos mirënjohje. Është turp kjo që ka ndodhur sot me prokurinë e gjykatës posaçme.